Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një moshë shumë të veçantë, për bebet 6 muajshe. Është një periudhë ku bebet ndryshojnë çdo ditë, mësojnë të lëvizin, të komunikojnë, të njohin botën përreth dhe të shfaqin emocionet e para të vërteta. Në këtë video do të ndaj me ju 6 gjërat më të rëndësishme që zakonisht bën një bebe 6 muajshe. Mos harroni, çdo bebe është unike dhe zhvillohet me ritmin e vet. Ndaj këto janë udhëzimet e përgjithshme, jo rregulla fikse. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbini asnjë video me përmbajtje me vlerë. Qëndron ulur me ndihmë. Rreth moshës 6 muajshe, shumica e bebeve kanë fituar forcë të mjaftueshme në qafë dhe në shpinë për të qëndruar ulur, zakonisht me pak ndihmë nga një jastëk apo me duart e tyre përpara. Në fillim mund të lëkunden pak, por kjo është pjesë e procesit. Qëndrimi ulur është shumë i rëndësishëm sepse i ndihmon të shohim botën nga një këndvështrim i ri, i forcon muskujt e trupit dhe i përgatit për zvarritje. Nëse doni ta ndihmoni, mund ta vendosni në një sipërfaqe të butë me disa lodra përpara që ta motivojnë të qëndrojë ulur dhe të shtrihet drejt tyre. Fillon të zvarritet ose të lëviz në mënyrën e vet. Në këtë moshë disa bebe fillojnë të zvarriten, ndërsa të tjerat e bëjnë në mënyrën e tyre, mund të rrokullisen apo të shtyhen prapa. Të gjitha këto janë shenja shumë të mira të zhvillimit motorik. Mos u shqetësoni nëse bebia juaj nuk po zvarritet ende. Disa fillojnë më vonë, rreth muajit të 7 ose të 8. Rëndësi ka që të tregojë interes për të lëvizur dhe për të arritur lodrat. Për ta inkurajuar, vendosni lodrën pak më larg në mënyrë që të përpiqet të arrijë. Gjithashtu sigurohuni që ambienti ku luan të jetë i sigurt, pa objekte të vogla, çoshe të forta apo sende që mund ta rrezikojnë. Fillon të kapë dhe të eksplorojë me duar. Një nga ndryshimet më të dukshme në këtë moshë është edhe mënyra si bebia përdor duart. Tani ajo shumë e koordinuar, mund të kap lodrën me të dyja duart, ta kalojë nga njëra dorë në tjetrën dhe ta fusë në gojë. Futja e gjërave në gojë është proces normale. Është mënyra si ajo e njeh botën. Zgjidhni lodra të sigurta pa pjesë të vogla, me ngjyra të ndezura dhe me tekstura të ndryshme që nxisin shqisat. Lojra që përfshin kapjen, rrokullisjen apo tundjen e objekteve ndihmojnë shumë në zhvillimin e koordinimit sy-duar. Fillon të njohë fytyrat dhe të shfaq emocione. Në këtë periudhë, bebia juaj fillon të njohë shumë mirë fytyrat e njerëzve që e rrethojnë. Ajo e di kush është mami, kush është babi dhe shpesh do t'i ndjek me syne çdo lëvizje. Në të njëjtën kohë, mund të fillojë të tregojë ndrojtje me të panjohurit. Kjo quhet frika nga të huajt dhe është proces normale. Gjithashtu në këtë moshë fillon të imitojë shprehjet e fytyrës. Përmes mimikës dhe reagimeve, bebia mëson emocionet bazë si gëzimi, kurioziteti dhe hidhërimi. Fillon të belbezojë dhe të flasë. Ky është momenti kur shtëpia mbushet me tinguj si baba, mama, dada. Bebe 6 muajshe janë shumë të zëshme dhe po e zbulojnë zërin e tyre. Ata mund të qeshin me zë, të bëjnë britma gëzimi, të përsërisin tinguj ose të reagojnë kur u flitet. Në këtë fazë është shumë e rëndësishme që t'i flisni shpesh. Tregoni çfarë po bëni, përshkruajini gjërat përreth dhe këntojini këngë të thjeshta. Kjo ndihmon të lidh tingujt me kuptime dhe është baza e gjuhës që do të zhvillojë më vonë. Edhe pse mund të mos kuptojë fjalët, ajo ndjen tonin dhe dashurinë me të cilën i flisni. Fillon të provojë ushqime të ngurta. Rreth moshës 6 muajshe, shumë mjek pediatër rekomandojnë fillimin e ushqimeve të ngurta. Ky është një hap i madh për beben. Në fillim provojini me pure frutash si banane, mollë apo dardhë, ose perime të buta si karrota apo patate të ëmbla. Është normale që në fillim ta refuzoj ose të luaj me ushqimin në gojë. Kjo është pjesë e procesit të njohjes me shijet dhe teksturat e reja. Kujdesuni që të jetë gjithmonë ulur drejt me kokën e mbajtur mirë dhe pas një rrezik ngulfatjeje. Mos e detyroni të hajë, thjesht bëjeni eksperiencën e këndshme dhe të qetë. Në moshën 6 muajshe, bebia juaj është një fazë zhvillimi të jashtëzakonshëm. Mëson të qëndrojë, të luajë, të komunikojë dhe të eksplorojë botën në mënyrën e vet unike. Mos harroni se çdo bebe është e ndryshme. Disa mund të ecin më shpejt, të tjerat pak më ngadalë, por të gjitha kanë nevojë për dashuri, për kushtim dhe siguri.
Shijoni çdo moment, sepse këto muaj kalojnë shumë shpejt dhe çdo ditë sjell diçka të re për të zbuluar. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët, dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.